full sovereignty of this country in your hands. Sovraniteti I plotë I këtij vendi është tashmë në duart tuaja. Në rregull, atëherë më lejoni të bëj së pari atë gjë për cilën kam ardhur që t'ju dorëzoj raportin e zgjerimit dhe raportin vjetor për Shqipërinë. Faleminderit. And now he will explain what is inside. Tashmë do të na shpjegoni se çfarë mund të gjejmë në këtë raport. Pikërisht atë do të bëjmë. Atëherë më lejoni që së pari të them që dje Komisioni Evropian miratoi paketën e zgjerimit për vitin 2025, e cila përfshin edhe raportin vjetor për Shqipërinë, dhe kjo ishte paketa e parë e Komisionit të ri. Sapo I dorëzova raportin kryeministrit të Shqipërisë, më vonë sot unë do të takohem me ministrin për Europën dhe punët e jashtme për të diskutuar raportin, ndërsa më vonë gjatë javës do të zhvilloj takime edhe me përfaqësues të biznesit dhe të organizatave të shoqërisë civile. Sa më parë që të jetë mundur, do t'ja dorëzoj raportin edhe kryetarit të Kuvendit dhe do ta paraqes atë tek kryetarët e të gjitha komisioneve parlamentare dhe drejtuesit e grupeve parlamentare. Më pas, pasi të jetë kthyer në Shqipëri presidenti, do t'ja dorëzoj raportin edhe presidentit të Shqipërisë. Raporti I këtij viti publikohet në një moment shumë të rëndësishëm për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. 5 nga 6 grup kapitull negociues tashmë janë hapur dhe po punohet për hapjen e grup kapitullit të fundit. E gjithë kjo është arritur me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe dëshiroj të përgëzoj autoritetet shqiptare për këtë rezultat të shkëlqyer.